Për të mos humbur kohë gjatë prezantimit të kësaj recete, gjitha produktet që na nevojiten, unë tashmë i kam bërë gati, i kam larë dhe i kam pastruar, dhe sot po përgatisim një recetë të jetë lehtë, të shpejtë, të shijshme, pa mish, pra është ideale për ata që janë vegetarian, për plot me vitamina dhe të jetë lehtë dhe nuk ju merr shumë kohë në kuzhinë. Fillimisht në një tigan, unë po shtoj një lugë gjelle plot me gjalp. Ju në recetën e njëjtë mund të shtoni margarinë ose vaj, varësisht nga ajo me çka I gatuani ushqimet e juaja. Do të presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani në tigan vazhdojmë që shtojmë një qep të prerë imat. Shtojmë edhe 2 karota të bërë në rinde. Dhe vazhdojmë që t'i fërgojmë dykun për 2-3 minuta derisa qepa dhe karotat të zbuten pak. Pasi që të fërgohen për disa minuta, vazhdojmë që tani brenda të shtojmë patate. Në total, unë po përdor 700 gram patate, të lara mirë, të pastruara dhe të prera kështu në fileta më të holla që të zihen më shpejt. Vazhdojmë tani I fërgojmë edhe për 2-3 minuta tjera që dhe patatet pak të skuqen. Vazhdojmë tani që të shtojmë kryp. Unë po shtoj dikon një lugë e gjys kafe me kryp edhe një lugë çaji me piper të kuq. Përzijmë. Dhe në fund fare, vazhdojmë që ta shtojmë spinaqin. Në total, unë po shtoj 500 gram spinaq, të larë mirë, të pastruar mirë dhe të prerë imët. Spinaqin gjithmonë I shtojmë të fundit, sepse ai pastaj shtiret dhe mbetet shumë pak pastaj në tigan. Vazhdojmë tani ta fërgojmë vetëm për 1 deri në 2 minuta. Pra po e vreni se spinaqi shtiret shumë shpejt gjatë fërgimit, e fërgova vetëm 2-3 minuta aq mjafton. Vazhdojmë që tani brenda në tigan të shtojmë një gotë me qumësht, në total 300 ml qumësht. Përzijmë mirë dhe vazhdojmë tani në zjarr që ta zijmë dykon për 10 minuta derisa I tërë qumshti që kemi shtuar brenda të shtiret. Zjarrin bëni në mesatare dhe mos harroni mos I zijeni shumë nëse patatet I keni prerë imat kështu si unë. Dhe tani që po e vreni, që është shtirur qumshti dhe ka mbetur shumë pak, e largojmë nga zjarri. Tani merrni një tepsi dhe masën që e përgatitëm, vazhdojmë që ta shtrojmë brenda tepsisë. Me ndihmën e lugës, sigurohemi që do ta bëjmë të barabartë në të gjitha anët. Dhe tani sipër vazhdojmë që shtojmë kashkavall të bërë në rinde. Kashkavall mund shtoni aq sa keni dëshirë ju, mund shtoni më tepër, mund shtoni edhe pak më pak, por më besoni se kashkavalli jep një shije të mirë dhe unike kësaj pjate. Tani duhet që ta vendosim tepsinë në furrë. Furra është e nxehur mirë në 250 gradë, por duhet që ta mbulojmë sipër me folje alumini. Një super pjatë, shpejt e lehtë, por ju garantoj se do e pëlqeni shijen pa mos. Do të presim që të ftohet dikon vetëm 5 minuta dhe si gjithmonë do ju tregoj recetën edhe nga afër.